Me këtë qasje që ka Kurti, si dhe me deklaratat që kanë partitë politike, që bën me njëherë pasi përfundoi procesi i zgjedhjeve, mendon se do të jetë e lehtë të diskutohet për presidentin, sepse realisht ata nuk e uruan që doli partia, por kryesisht patën ankesa duke thënë se u zhvillua një garë e pabarabartë mes partisë e cila ishte në pushtet dhe tyre. Pra duket se ende ekziston kjo fryma. Sa përket opozitës, ajo ka dështuar në gjitha dimensionet, në gjitha planet. Dhe ajo s'ka çka thot tjetër përveç se të justifikohet. Por ka dështuar edhe fituesi edhe opozita në këtë rast dhe ka humbur shumë. Prandaj, lojrat e tilla politike janë vazhdimsi e lojrave të vitit kaluar dhe të dëmshme dhe të papranueshme. Këta duhet të ndërpresin kalkulimet e tilla, duhet seriozisht ta trajtojnë bashkëpunimin dhe në radhë parë për presidentin, po jam i bindur që me që të presidentin nuk do t'jetë mjaft nga dishmëria opozitës që të mjaftohen me një president për të marrë si pjesë të pushtetit, pra pjesë të tortës, si ëmbëlsirës, si thot populli, ata do të kërkojnë edhe ndoshta pjesëmarrje në qeverisje, sidomos kjo LDK-ja. Prandaj duhet marrë seriozisht fituesi zgjedhjet, në këtë rast edhe zoti Kurti, gjendjen çfarë jemi dhe duhet mendoj më ndryshe dhe të ndryshoj kursin e varavingave politike, pra lojrave politike, taktizimeve, sikur të kaluar, sepse s'po shohim ndonjë ndryshim esencial. Përkundrazi, po shohim një mënyrë, një mentalitet të veprimit politik të njëjtë që nuk ka sjellë rezultate, po ka vazhduar krizën. Mund të vazhdoj kriza përsëri dhe vazhdimi i kësaj krize sjell shtetin në ramjet e lirë për fat keq. Profesor, po thoni se para se të formohet qeveria, domosdoshmërisht duhet të ketë marrëveshje mes partive politike për presidentin. Në të kundërtën do të jemi në një situatë të njëjtë. Po, prioriteteve duhet të jetë presidenti. Më njëherë pas formimit të kuvendit, qeveria duhet mbetet anash, pa marrë parasysh a do t'i kenë këta 52-55. Sa do që t'i kenë, s'mund t'i kenë 55, po marrim shumë. Tani do e analizojmë nëse vazhdon ky trend. Megjithatë, profesor, kujtoj se herën e kaluar LDK-ja nuk ka qenë edhe aq e gatshme që të futet në qeverisje me lëvizjen vetëvendosje, duke qenë se të njëjtat bashkë me komunitetin jo shumicë kishin 66 vota dhe ata thonin se është shumë e lehtë që të na përjashtoj nga qeveria. Nëse tani, në rastin, po them më të thjesht, ka 61 vota dhe mund të formoj qeverinë e vetme, por hynë bashkë me LDK-n, a nuk është i njëjti rrezik që përgjatë rrugës, pastaj pasi zgjedhet presidenti, të veprohet kështu pra? Jo, nuk është, sepse nuk është mundësia arbitrare e kryeministit që t'i ndrojë ministrat e të tjerë zyrtar kur do naj. Këta të LDK-s kanë marrë tremje, frikë, nga rasti i një ministri që ky me shpejtësi meteorike e largoj, e shkarkoj dhe madje e shkaktoj furtunë politike dhe rënje të qeverisë, kjo nuk ndodh dhe s'ka arsye të ndodh. Sepse ka aty marrëveshje dhe marrëveshjet për shembull zgjasin me muaj të tëra. Marrëveshja me Isa Mustafën me LDK-n kohën e tij, pra mes vetëvendosjes ka zgjatur me muaj të tëra gati një vit. Pra nuk mundet që shpa ata po friksohen, edhe nuk mundet të shuhet, si që po thonë, për spjegojnë gabimisht disa me hamendësime, që LDK-ja të shkrihet në vetëvendosje. Pas mund të shkrihet, për kundrazi, në politik futet për të marrë pushtet, për të qeverisur. Dhe më mirë është të marrësh një pjesë të pushtetit se t'jesh në opozitë për 5-6 vjetë e të humbësh nga 18 në 13 e tani përsëri pak më lartë e tjera. Pra, është e parësyshme friga iracionale dikujt, as e PDK-ja s'humbë gjë, as PDK-ja nuk mundet, si që po thuhet, që do ta dëmtoj edhe shkatroj ajo vetëvendosje. Pra janë këto mendimet njerëzve të lira, demokratike, por që nuk shkojnë ashtu. Në qeverisje fundit, keni parasysh. Çdo dikaster, politikisht dhe realisht, është i pavarur. Kur po flas dikaster, këto janë ministrit. Dhe Kurti jo rastisht i ka bërë 19 me qëllim që në rast kur i duhet shumë, kur është ngushtë, pa ende se ka kuptuar emergjencën kombëtare, që është ngushtë dhe duhet bëj kompromise nëse jo marrëveshje, ja jep një, ja jep 2-3, po nuk i ja jep ato kyçe. Kryesorët, po. Kryesorët i mban për veti, pra thjesht frika është iracionale, pa arsyeshme dhe do duhet kurajo politike
edhe opozita dhe pozita që për presidentin të ketë marrëveshje para prake me njëherë pas formimit të endit gjithësisht konstituimit ti.